Në anën e malit, në zemër të komunës Ulqinit ndodhet të fshati Zenelaj, një vend i qetë i ronjosur thellë në traditë ku koha duket se ecën me hapin e vjetër të brezave që kanë ditur të ruajnë identitetin e tyre, pavarësisht të sfidave të një epoke që shpejton drejt harresës. Pikërisht këtu, me zgjelbërimit dhe freskisë së maleve, vazhdon të marrë frym një pjesë e shpirtit ton kombëtar, dhe një prej atyre njerëzve që jep zë kësaj trashëgimie është Ramiz Hajdari, kryetari i shoqatës Globus Art, një emër që gjithmonë lidhet me punën e përkushtuar për ruajtjen dhe promovimin e veshjeve kombëtare shqiptare. Hajdari ka arritur të ringjallë një pasuri që shpesh rrezikon të shuhet në hijen e modernitetit. Ai ekspozon veshjet kombëtare në panaire të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit, duke i sjellë përpara publikut si art të gjallë, jo si relik muzeale, por si pjesë e identitetit të gjeneratave që vinë, dhe jo vetëm kaq në Zenelaj, në këtë vend që ka nisur të shndërrohet në një pikë referimi për artizanatin e traditës. Ramiz Hajdari jo vetëm që i shet këto veshje, por mbi të gjitha kujdeset që ato të mos harrohen, as të humbasin vlerën e tyre. Një nga thesaret e le të themi anës së malit të Ulqinit janë gjitha këto veshje. Ramiz, sa vite u bën që po merresh me to dhe ku e sheh që është interesimi më shumë? Atëherë sa i përket artizanatit ka rreth 23 vite, ka edhe 5 vite më përpara që i marr edhe me dhënien e drunit, mirë po sa i përket traditës, unë shoh që në kohëve të fundit po rikthehet tradita, pra edhe të rit janë të interesuar për veshjet kombëtare, edhe të rit ton biletanës malit që s'kanë qenë më përpara, mirë po ndoshta ishte ajo sepse kur i shohin këtu në qendër tonë të malit çdo ditë edhe kur kalojnë edhe ndoshta pastaj edhe është ajo që u pëlqejnë edhe nalen edhe i blejnë. Përveç diasporës, pra janë ata tonë që i blejnë edhe ata tonë. Janë veshje të cilat le të themi vishen tashmë në momentet veçanta, gëzime familjare në dasma. Shihet ky interesim në këto? Po, shumë pyetje që lume kjo se në dasma, unë kam pas raste kohëve të fundit që komplet një dasmë diku në malit në baj, kish bën vetëm me veshje kombëtare, edhe në dasma janë të veshje më tepër, edhe shoh që edhe këto vinë e marrin njerëzit, pra veshjet edhe i veshin në bardasma, kështu që unë jam shumë i kënaqur, jo ajo që ka ndonjë profit madh për këtyre, mirë po jam shumë i kënaqur pra pasi që traditat po rikthehen edhe te gjeneratat e reja, jo prej atyre të cilët dojnë me i punu, po prej atyre që dojnë pra me i vesh edhe dojnë me marrë për aktivitetet ndryshme, jo vetëm dasma, po edhe në aktivitetet ndryshme ka që i veshin. A është vështirë gjehen këto produkte, le themi ato që i punojnë, ato të cilët merren me këto produkte, a është vështirë që ta gjesh, le themi që ta blesh edhe ta arrish tek Jo, unë kam prodhuesit e mi, pra që i bën, pra këtë verë kam pas një artizane prej Gjelanit, të cilat i ka prodhu pra në kioskat e Ulqinit, janë prodhu aty direkt, edhe çmimet kanë qenë më të bolishme, pasi që ka qenë një çmim domethënë prodhues, kështu që ka artizane që marrë edhe prej Kukësit, edhe prej Krujës, edhe prej artizanave të tjera, prej Gjirokastës. Mirë po, domethënë kemi vendas? Kemi prodhues vendas prej anës malit, kemi edhe në Ulqin, pra që vazhdojnë, pra ka shumë vite që vazhdojnë këto tradita për të qef veshjet kombëtare, dhe se shoh kur i pës edhe ata, domethënë interesimi i rrit për veshjet kombëtare shqiptare. Ramiz Hajdari nënvizon se misioni i tij nuk është thjesht tregtar, por mision kulturor. Për të çdo veshje është histori, është kujtim, është trashëgimi që duhet mbrojtur si një thesar.